Përshëndetje nga unë, Margarita. Uroj që sot t'jeni ngritur me energji pozitive dhe të keni një ditë plot me mbarësi. Ju falenderoj në radh parë që jeni sot këtu në live me mua dhe do doja të bëja një pyetje. Çfarë ka më shumë rëndësi për ju në këtë periudhë të jetës? Paqja, qëllimi apo progresi? Sepse që të treja këto e mbajnë atë peshën e çdo vendimi që ne marrim në jetën tonë. Këtë temë doja sot të diskutoja me ju. Paqja në radhë të parë. Paqja është vendi ku mendja jon qetësohet, është vendi ku zemra jon dëgjon atë veten e saj, sepse vjen një moment në jetë kur ne ndalojmë së vrapuari dhe fillojmë ta pyesim veten, kush jam? Çfarë dua? Ku jam në këtë fazë të jetës time? Sepse kur ne jemi në paqe, nuk do të thotë se ne kemi mbaruar me sfida dhe nuk do kemi më sfida. Por paqja është ajo aftësia për të vendosur brenda vetes son dhe atëherë kur jeta ka plot zhurmë, kur zgjedhim paqen si prioritet, ne jemi duke i thënë vetes, unë dua qartësi, dua të jem mirë me veten time dhe me të gjithë të tjerët që unë kam për qark, ata që unë dua kaq shumë. Kur ti ke arritur të kesh paqe dhe atëherë ti ke vendosur themelin për gjithçka tjetër që do vi më pas në të ardhmen. I dyti ishte qëllimi. Qëllimi është ai momenti kur ti kupton se pse ti po ecën, pse po punon, pse po përpiqesh. Qëllimi është ai që na mban të lidhur me diçka më të madhe se sa rutina e përditshme që ne kemi. Kur e ke të qartë qëllimin tënd në jetë, edhe vështirësitë marrin kuptim. Vështirësitë fillojnë të mos i konsiderosh më si pengesa, por fillon t'i quash si pjesë të rrugëtimit tënd. Qëllimi është ai zëri yt i brendshëm që të kujton, hey, ti ke potencial brenda teje,